Mirëmëngjesi, është e martë, një e martë me qiej të pastër. Ne jemi me parashikimin e motit për ditën e sotme, vijojnë kushtet atmosferike të paqëndrueshme, moti paraqitet me kthjellime dhe alternime vranësirash, të cilat do të jenë të pakta dhe kalimtare në verlindje dhe juglindje të territorit shqiptar. Bien ndjeshëm po ashtu temperaturat, 6 gradë shënon sot temperatura më ulët dhe 26 gradë temperatura më e lartë. Njemi pak me minimumet dhe maksimumet e vendeve të rajonit. Prishtina zgjohet me temperatura 6 deri në 18 gradë Celsius, Podgorica 14 deri në 24 gradë Celsius, Athina 16 deri në 24 gradë Celsius dhe Shkupi 8 deri në 20 gradë Celsius. Shkurtimisht u njohët me parashikimin e motit për datën 30 shtator. Është e martë, as pak ters, mos çani kokë, sot është dita e fundit e shtatorit. Dhe merr fund këtu goca ky muaj, do I vëmë kapakun sot dhe shikojmë se çfarë ndodh më tutje. Ikën shtatori. Mirpresim tetorin. Po ka filluar të ndihet vjeshta, është çfarë po bëre un tani po. Kondicionerët janë fikur. Në shpinë time të paktën, po besoj ka kaluar nga ngrohti në fakt. Ende jo, por flihet me batanie. A vërtet e ke? Po, mirë është të mbulosh. Edhe tani në mëngjes është shumë freskët. Është freskët në mëngjes, po. Po e durueshme, po e ndjen se të mërdhin këmbët pak kështu e tjerë, kështu që merri këta lepurushat mbajnë ngrohtë sot në mëngjes, filloi vjeshta zonja e zotrinj. Po dëgjoja që se ka vende aty ku emigrojnë zakonisht shqiptarët, fjala vjen Kanada, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Suedia, Gjermania, këto vende shumë të preferuara, që atje dita shkurtohet edhe më shpejt, edhe i ftohti ka ardhur tani. Tani ftohti që në fund gushti. Po ne pam metin me xhup në Hag para një muaji, e keni parasysh atje. Tani dhe pak fillon bora në këto vende. Por Ersoqën 4, imagjino. Ersoqën 4. Dhe po dëgjoja për një pajisje që quhet Lightbox. Ka përshtypjen nëse e kërkon në internet do të mund gjesh këtë Lightboxin. Kuti drite, po sepse ata kanë aq pak diell, saqë në mëngjes kur duhet të rregullosh tani këtë ciklin cirkadian, siç quhet, me diellin, ata s'ka, se nuk del dielli. E kupton, është vranët, është errët, është kështu, dhe blen këtë kutin dhe rrin përpara saj. Edhe ajo lëshon dritë të bardhë me një intensitet të caktuar që imiton, në thonjë za, diellin. Që të zgjoj, që nuk e lë të bie në depresion, besoj. Po, është antidepresive dhe rekomandohej që ta merrje mbi 10.000 njësi. Nuk e di tani se si maten këto njësitë e dritës, po me Calvin. Se po e more 9.000, 7.000, nuk është se të bën punë, domethënë duhet 10.000 e lartë është ai, dhe duhet të rish të paktën 20 minuta para asaj të bjerë kjo drita që imiton diellin në fytyrë. Thash, çfarë jetë është kjo? Jetë të mërshme. E kupton? Po ka shumë edhe nga Shqipëria në fakt që emigrojnë në këto vendet, e shohin se si janë kushtet, nuk përshtaten dot dhe rikthehen prapë. Se vetëm për klimën, normal. Shumica përshtaten, po edhe zbardhen, pastaj kur shikon mbas sa vitesh ka ikur ngjyra fare nga lëkura, është kështu si s'ka vitamin D. Varet për çfarë shkon. Tani na tregoni nëse jeni në pjesën veriore të hemisferës veriore, nëse na ndiqni nga këto vendet që po thoshim ku errësira fillon të mbulojë bashkë me dimrin, Game of Thrones style. Madje ata nuk vendosin as perde në shtëpitë e tyre, sepse duan të kapin qoftë edhe një rrezë dielli. Grimca. Më mirë shohin njëri tjetrin përballë pallatit, sesa. Shohin një dizellonjë mundon të ngrohen, megjithatë s'ka dizellonjë, nuk arrin dot fare. Po që kjo është gjëja, se drita e diellit me sa duket, se ne të gjithë gjërat e tjera I kemi, domethënë, po motin e kemi okay. Motin e kemi okay. Tjerat I kemi mot, por motin e kemi okay. Po. Shqyr, të paktën një gjë e kemi në rregull. Po, bravo.